Hello! Jo të gjithë e din, por në datën 1 maj hapet në Green Coast M Gallery Collection. Mezi po pres ta vizitoj sepse mendoj që është koha ideale për pushime. Edhe pse unë sapo jam kthyer nga pushimet. Por një palë pushime të dyta asnjëriut nuk i bën keq. E për më tepër në jugun e Shqipërisë. Unë mezi pres të ndaj sa më shumë informacione ditët në vijim dhe të ndaj eksperiencën time me ju në hapjen e madhe të M Gallery Collection. Stay tuned! Të shoh aty dhe më duket si kur shoh veten. E di që dikur se bëra do të vllajin mbështetës që ti do doje. Më fal, s'munda. Por ti isha aty. Dhe sot unë jam këtu të bëj çdo gjë për ty. Ne nuk përkëdhelemi shumë me fjalë. Por dua ta dish se ti je unë. Dhe sa më fort ecën ti, aq më shumë fluturoj unë. Ec para. Qëndroj fort siç të ka hije, me atë zemër të bardhë që ke. Më porositi vjollca të them. Vëlla më të mirë nuk isha dasht. Ec fort, fortuna e vllajt. Make it, I will survive. Keep on surviving. Jo. Po, këngë shqiptare, vazhdoj. Këngë shqiptare. Ka me pushime? Që pushime, ku ka pushime? Këto të pak në shenjore. Gjuna. Edhe nuk është për gjuna. Është një gjithë malë, është në të. Kështë o ma... Fje më i fort. Kush më i fort? Fje më i fort. Më të pak një sfit kisha. Kisha sfitën e shëndetit, po ti fillore me sfitën time. Sfitën e punës. I ka jashtë, erdha brënda, që me sfitën e këtu brënda. Jo për shumë mirë të gjitha. Jo, s'kam prezio. Si janë fëmijët? Më mirë s'pa. Mëgjes që në shkollë, në pjesë. Falenderoj Sara Karen, se vetëm fal saj, Karajn, se vetëm doja të falenderoj Sara Karen, se vetëm fal saj, Karajn, se vetëm doja të falenderoj Sara Karen, se vetëm fal saj, Karajn, se vetëm. Përshëndetje Korça, çoni në dron, se si gjë. Ferma VIP. Çoni në dron. Në avion, në tanks çat do. Orna na sillni ca moll Korçë të paktën. Ftojnë, qa ka tjetër? Drom ka nga Korça, në i firmë, a ka në i firmë nga Korça? Ku marrë pjesë në qëtësi. Da, do ishe më i njohur bujak nëse do kishe marrë pjesë në Big Brother apo diku tjetër. Dhe s'kishe nevojë ta thoje. Ju pëlqen bujaka? Mua pëlqen, është domethënë ngacmues të çat rapin, pra një lojtar i mirë, nuk ofendon në maksimum siç ofendojnë të tjerët aty. Është fan, është artist, është kreativ, goxha, nuk e di. Ju pëlqen?